Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotëri, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku, këtë herë për të sjellur pranë jush një histori shumë të dhimbshme. Historinë më kanë shkruar dy motrat nga Shkodra, të cilat kanë patur fatin e njëjtë. Të dashuruara pranë dy vëllezërve, dashuria e tyre nuk ka shkuar ashtu siç është dukur. Janë hasur me probleme, janë hasur me vështirësi dhe kanë vendosur që historinë e tyre ta ndajnë me të gjithë shqiptarët. Në një qytet të vogël, të bukur siç është Shkodra, jetonin dy motra të pandarshme, Marieta dhe Valdeta. Jeta e tyre nuk ishte qenë kurrë e lehtë. Rritur në një familje të varfër, por me një ndershmëri të pashoq. Ato kishin mësuar të ndanin gjithçka, nga buka e thatë që vinte rrallë në tavolinë, deri te këndrat e pafajshme për jetën më të mirë. Të dyja ishin shumë të bukura, të sjellshme, punëtore dhe me një zemër që nuk njihte ligësinë. Fati do t'u trokiste në derë një ditë të zakonshme vere, kur në fshat mbërritën dy vëllezër shqiptar nga Italia, që kishin ardhur për pushime tek të afërmit e tyre. Ata ishin të rinj, të pasur edhe plot jetë. Njëri quhej Ilir dhe tjetri Besian. Dhe sa shikimi i parë preku zemrat e motrave, aq shpejt ndodhi edhe dashuria. Në më pak se një vit, Marieta dhe Valdeta u martuan, secila me nga një vëlla, dhe u nisën drejt Italisë me ëndra për një jetë të re. Por ëndrat u kthyen shpejt në makt. Në Itali, përtej fasadës së një jete të mirë, e vërteta ishte shumë më e errët. Në të njëjtën shtëpi me ta jetonte edhe nëna e djemve, vjera e tyre, një grua ashpër plot mledh dhe e mbushur me një urrejtje që nuk shpjegohej dot. Që në fillim ajo i shikoi nuset me përqim. Dhe vetmi arsye sepse vinin nga një familje varfër. Sipas saj, ato ishin nuse pa gjak, pa ndjenja për djemtë e saj të suksesshëm. Ajo nuk i donte, nuk i ftonte në tavolinë, nuk i linte të qeshnin, u fliste keq për çdo gjë që ata bonin, ndërhynte në çdo vendim të tyre dhe mbillte përdit urrejtje mes djemve dhe nuseve të tyre. Aty ku dikur kishte dashuri, filluan të shfaqeshin krisjet. Fjalët e ëmbla u kthyen në ftohtësi, e ftohja në heshtje dhe heshtja në dhunë. Vitet kaluan. Marieta dhe Valdeta, megjithse përpiqeshin me gjithë shpirt të krijonin familjet e tyre, nuk po arrinin të mbeteshin shtatzën. Analizat mjekësore tregonin se gjithçka ishte në rregull. Mjekët habiteshin, por në shtëpi, vjera filloi të përdorte këtë mungesë për të poshtëruar edhe më shumë. U thoshte se ishin të mallkuara, nuse të padobishme. Madje me zë të lartë thoshte se i kishte paralajmëruar djemt që të mos të martoheshin me rënje të prishura. Por ftohtësia midis çifteve u thellua. Iliri dhe Besiani filluan të bëheshin gjithnjë më agresiv. Filluan të pinin, filluan të shtynin, filluan të rihnin. Dhe çdo herë pas dhunës, vjera qëndronte në një qosh e qetë, pa thënë asnjë fjalë, si të kishte arritur qëllimin e saj. Në familjen e vajzave nisi të përhapej fjala. Familjarët flisnin. Disa thanë se ajo grua merrej me magji. Kishte shkuar në vendet e errta në Shqipëri. Kishte vizituar njerëz që nuk përmendeshin me emër dhe kishte bërë diçka.
që të priste rrugën e jetës dhe të lindjes së nuseve të saj. Por, ditët do të vazhdonin. Një natë dimri kur dhuna kishte kaluar çdo kufi, Marieta u rrëzua në kuzhinë pas një shkelmi nga Iliri. Valdeta që dëgjoi britmën nga dhoma tjetër, vrapoi, u gjunjëzua pranë saj dhe për herë të parë u përball me vjerën. "Çfarë të kemi bërë, moj shtrik? Pse na uren kaq shumë?" Ajo vetëm qeshi me një buzëqeshje të ftohtë tha se jeni nga ata që nuk duhet të kishit hyrë kurrë në derën time. Dhe kjo ishte pika e fundit. Motrat u ngritën, me sytë e nxyrë, me zemrat e thyer, me trupat e lodhur dhe valixhet bosh, dolën nga ajo shtëpi dhe u larguan për gjithmonë. Për javë të tëra flinin tek miqtë, punonin në pastrime me turne nate, rinin me duar në duar. Por nuk u kthyen pas, as në Shkodër, as në atë shtëpi mallkimi. Sot, pas 5 vitesh, Marieta dhe Valdeta jetojnë në një qytet të vogël në veri të Italisë. Punojnë ndershëm dhe kanë rindërtuar jetën nga zero. Nuk janë martuar sërish, nuk kanë as fëmijë, por kanë njëra tjetrën. Tashmë ndjejnë paqe, por çdo natë, para se të mbyllin syt, kujtojnë një jetë që mund të kishte qenë ndryshe. Një jetë që ju vodh nga urrejtja, nga xhelozia, nga një nën që nuk donte dashurinë e djemve të saj, por donte pushtetin mbi ta. Marieta dhe Valdeta janë zëri i shumë grave shqiptare që kanë kaluar të njëjtën histori, por kanë zgjedhur që të heshtin. Por ato nuk heshtën, ato u ngritën, dhe historia e tyre është një thirrje për të gjitha gratë. Nëse dashuria kthehet në dhunë, largoju. Nëse vjera bëhet perandore urrejtjes, largoju, sepse jeta është më shumë se sa një martesë, është dinjitet, është paqe dhe është vetja jote. Në fakt, kjo është historia që Valdeta dhe Marieta kanë shkruar në emailin tim dhe më kanë kërkuar që unë ta ndaj këtë histori dhe unë e bëra me shumë kënaqësi, edhe pse brenda saj ka shumë dhimbje. E kam thënë disa herë dhe më duhet që ta ripërsëris që është amanet nga Zoti një njeri që të vinë në shtëpinë tënde dhe jo mënustja. Shumë njerëz paguajnë qindra mijëra euro që në jetën e tyre t'ju vinë një fëmijë sepse nuk kanë mundësi të bëjnë. Dhe ka ca nëna që nuk mund t'i quajmë nëna në këtë rast, por janë deviante të familjeve të tyre, janë deviante të fëmijëve të tyre që shkatërrojnë familjet me çdo kusht nga një xhelozi, urrejtje apo nga mënyra që nuk din të logjikojnë se suksesi i një familjes dhe lumturia e fëmijës është mbi gjithçka. Duke patur mundësinë që ato të jetojnë të lumtura së bashku me fëmijët e tyre, duke mos përdorur mendjen e tyre, duke mos përdorur logjikën e tyre, ato shndrohen në nëna që në fakt sjellin problematika dhe sjellin tmerre në familjet e tyre. Dhe për këtë rast doja të ndaj këtë historinë duke çuar një mesazh tek të gjitha ato familje që në fakt kanë këto probleme, që bindjuni jetës, bindjuni përzgjedhjeve të fëmijëve tuaj dhe respektoni përzgjedhjet e tyre, se kur fëmia juaj është i lumtur, lumturinë ju duhet ta merrni dyfish. Nusja dhe djali kanë të drejtën të jetojnë dhe mos bëni kurrë veprime të këtilla që të shkatroni jetën e dikujt, se duhet ta kuptoni. Bota është një karma, ne besojmë në karma dhe kur do t'ju kthehet ju, ndoshta do t'jetë edhe më e keqe se sa ju e kishit imagjinuar. Ne nuk mundemi ta bëjmë të keqen në këtë univers sa mund ta bëjë Zoti ndaj një njeriu që bën keq dhe vepron keq, duke u munduar që të shkatrojë jetën e çdo kujt. Unë po them për fund të kësaj videos, mirë ato që bëjnë vepra të këqija si rasti i zonjës në fjalë.